Në qytetin e Elbasanit, ku rrugët e qeta shpesh kanë fshehur lëvizje të pandërprera të njerëzve me ndikim, emri Mondi Mahallës ose Edmond Hyka, siç figuroi zyrtarisht, ka qenë për vite një prani e paqëndrueshme, herë e dukshme dhe herë e padukshme, duke krijuar një figurë komplekse që shtrihej midis sipërmarrjes së ligjshme dhe dyshimeve të errta. Ai ishte një biznesmen i njohur lokal, i cili zotëronte një pikë karburanti dhe një rrjet taksish, ndërmarrje që i dhan atij një profil të dukshëm në qytet. Por nga ana tjetër, ai ishte një person me një dosje të gjatë policore, me hetime për armbajtje pa leje dhe lidhje me botën e narkotikëve. Në mesin e këtyre dy mazheve të kundërta, Mahalla kishte arritur të ndërtonte një jetë që për shumë kënd dukej e qëndrueshme, por që në realitet fshihte dinamika të brendshme të tensionuara, marrëdhënie të prishura dhe probleme që e ndiqnin prej vitesh. Edhe për ata që e njihnin nga afër, ai mbetej një enigmë, një njeri që e dinte se si të lëvizte në eshtje dhe si të menaxhonte situata të ndërlikuara, duke lënë pas gjurmë që vetëm pak persona mund t'i lexonin. Nata e 30 nëntorit kishte nisur si çdo mbrëmje e zakonshme. Në këtë mjedis rutinor, askush nuk do të kishte menduar se pak minuta më vonë do të ndodhte një ngjarje që do të trondiste komunitetin dhe do të lindte pas një nga ato kujtime që për vite të tëra përmenden me zë të ulët. Rreth orës 8 të mbrëmjes, në karburantin Xhaxhi Oil, një vend që për Mahallën ishte kthyer thuajse një pikë referimi të përditshme, gjithçka dukej nën kontroll. Aty ai ndalej shpesh për të parë punën, për të komunikuar me njerëzit e tij, ose thjesht për të kaluar disa minuta përpara se të nisej drejt angazhimeve të tjera. Mahalla mbërriti me hap të vendosur, ashtu siç ishte mësuar të lëvizte, pa shumë fjalë, por me një prani të dukshme që të krijonte përshtypjen se gjithçka ishte nën kontrollin e tij. Ai u drejtua Range Roverit të tij me ritmin e një njeriu që e dinte saktësisht çfarë priste më pas. Ndoshta një takim pune, ndoshta kthimi në shtëpi për të çlodhur pas një dite të ngarkuar. Edhe në ato pak sekonda para lëvizjes së tij, nuk kishte asgjë që paralajmëronte dramën që do të pasonte. Çdo gjë dukej normale, rutinë e thjeshtë, aq e thjeshtë sa askush nuk do ta imagjinonte se ajo skenë e zakonshme do të ishte e fundit për të. Por sapo ai hapi derën e makinës, heshtja e mbrëmjes u ça nga tingulli i mprehtë i armës. Të shtënat ishin të shpejta, të sakta dhe të koordinuara në një mënyrë që të jepte të kuptojë se ekzekutorët nuk ishin njerëz të rastit. Plumbat e goditën drejt në kokë, pa i lënë asnjë hapësirë reagimi, asnjë mundësi për të kthyer kokën, për të kërkuar strehim apo për të thirrur dikë. Trupi i Mahallës ra menjëherë pranë makinës, duke e krijuar një kontrast të ftohtë me dritat e bardha të karburantit që ndreçonin mizorisht skenën. Punonjësit u ngrinë në vend. Disa instinktivisht u fshehën pas pompave, të tjerë vështruan nga larg pa ditur nëse duhet të afroheshin apo të largoheshin. Frika, paniku dhe hutimi u përzien në ajër, duke krijuar një atmosferë ku askush nuk kuptonte se në cilën sekond situata mund të përshkallëzohej. Ndërkohë, autorët që i kishin studiuar mirë lëvizjen e tij nuk humbën asnjë sekond. Ata u larguan me të njëjtën qetësi mekanike me të cilën kishin ardhur, duke u zhdukur në errësirën e natës dhe të linin pas veç se plumba, panik dhe një trup të shtrirë në tokë. E gjithë ngjarja zgjati aq pak, por mjaftoi që ajo mbrëmje e zakonshme në Xhaxhi Oil të mbetej përgjithmonë e shënuar si çasti kur rutina u thye. Vetëm pak minuta pas ekzekutimit, kur ende dëshmitarët në Xhaxhi Oil nuk e kishin përpunuar dot atë që kishin parë, rruga kryesore Elbasan Librazh regjistronte një lëvizje që në fillim dukej krejt e zakonshme. Një Audi Z, ndër shumë të tjerë që qarkullojnë çdo ditë, kaloi para kamerave të sigurisë me një qetësi që nuk të krijonte asnjë dyshim.
Për shumicën e njerëzve, makina ishte thjesht një automjet i zakonshëm, por për këdo që do t'i analizonte më vonë pamjet, mënyra se si lëvizte ishte treguesi një operacioni të planifikuar me shumë kujdes. Shpejtësia e qëndrueshme, linja e drejtë, pa devijime dhe pa frenime të panevojshme. Të gjitha tregonin se drejtuesi dinte çfarë po bënte dhe kishte një plan të qartë për t'u larguar sa më shpejt nga vendi i krimit. Por shumë shpejt, normaliteti i lëvizjes së Audit do të zhdukej në mënyrën më të dukshme të mundshme. Pranë fshatit Mirak, në një zonë të errët dhe të izoluar, një flak e fortë ndriçoi natën. Makina ishte përpir nga zjarri, duke u kthyer brenda pak minutash në një skelet të zi, të deformuar e të padallueshëm. Djegja e saj ishte aq e plotë dhe aq e shpejt, sa hetuesve nuk u la pothuajse asgjë në dorë. Ishte një sinjal i pastër, i prerë, një firmë tipike e ekzekutorëve profesionistë që e dinë se prova më e vlefshme çdo krimi është mjeti i përdorur. Shuarja e tij në ato momente çonte menjëherë ngjarje në rangun e atentateve të kryera nga struktura të mirë organizuara, ku asgjë nuk lihej rastësisht dhe çdo veprim është pjesë e një skenari të përgatitur me detaje. Ky zhvillim i detyroi hetuesit të zhvendosnin vëmendjen në rrethin e ngushtë të mëhallës. Në raste të tilla, përvoja ka treguar se autorët ose porositësit rrallë vijnë nga jashtë botës së viktimës. Konfliktet ekonomike, prishjet e ortakërisë dhe rivalitetet brenda biznesit shpesh janë motivet që qëndrojnë pas ngjarjeve të tilla. Pikërisht për këtë arsye, hetimet nisën të analizojnë më me kujdes marrëdhëniet e tij të fundit, dhe shumë shpejt në qendër të dyshimeve doli një emër: Gino Ago, ish ortaku dhe njëkohësisht një prej njerëzve më të afërt me të, të paktën për një kohë të gjatë. Ago njihi në komunitet si individ aktiv në botën e bizneseve, i angazhuar në shërbimet e transportit dhe qiras automjeteve. Marrëdhënia e tij me mahallën kishte vite që ekzistonte, por muajt e fundit, sipas burimeve, kishin qenë të mbushur me tensione, konflikte për parat, për menaxhimin e punëve dhe për ndarjen e fitimeve. Të gjitha këto besohet se kishin krijuar një përçarje të dukshme mes tyre. Arrestimi i Gino Agos vetëm pak orë pas ngjarjes solli një valë reagimesh të menjëhershme. Për shumë kënd, fakti që ai u ndalua kaq shpejt u interpretua si konfirmimi i zërit të përhapur se konflikti i brendshëm kishte qenë në rrënja e tragjedisë, që për asaj dite, emri i tij u lidh publikisht me dyshimet për vrasjen. Sipas akuzës së prokurorisë, Ago dyshohet për vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Provat, sipas organit hetimor, lidhen drejt për drejt me Audin e zi që u përdor në atentat. Ky mjet rezultoni regjistruar në emër të kompanisë së makinave me qira që menaxhohet nga Gino Ago. Megjithatë, ai mohon kategorikisht lidhjen me ngjarjen, duke deklaruar se makina ishte dhënë me qirafat gjatë kohë më parë. Personi që i kishte marrë Audin, Marcelo Arani, 32 vjeç, është shpallur në kërkim, ashtu si edhe Armando Cola, 35 vjeç. Të dy përbojnë hallka kyçe të zi në xhirit që policia po përpiqet të zgjidh, duke kërkuar të sqarojë kush ishte drejtuesi i vërtet i makinës dhe kush është ekzekutuesi. Marrëdhënia mes mahallës dhe Agos ka një histori të gjatë biznesi. Në mars të vitit 2023, mahalla i shiti Agos kompaninë Albanian Car Agency, e specializuar në qira automjetesh dhe shërbime taksie. Vetëm 2 vite më vonë, më 24 prill 2025, sipas të dhënave zyrtare të OKB-s, Mondi Mahalla krijoi kompaninë e tij të re në El Taxi SHPK, me të njëjtin subjekt aktiviteti. Situata u ndërlikua edhe më shumë nga fakti se marka El Taxi ishte promovuar më herët edhe nga vetë Gino Ago në rrjetet sociale, pavarësisht se juridikisht ai nuk figuronte më ortak me mahallën. Kjo lëvizje
Sipas burimeve hetimore ka gjasa të ketë qenë piknisja e konfliktit mes tyre, duke krijuar tensione të vazhdueshme për tregun, klientët dhe imazhin publik të markës. Në kombinim me shfaqjen misterioze të Audit të djegur dhe zhdukjen e dy personave kyç, tabloja e ngjarjes duket gjithnjë e më shumë si pjesë e një skenari të zinxhirzuar, ku çdo aktor ka luajtur rolin e vet me kujdes. Disa në fshehtësi, disa në heshtje dhe disa të tjerë tashmë përballë akuzave të rënda. Në vazhdim e hetimeve që pasuan ekzekutimin e Mondi Mahallës, një pjesë nga personat që u vunën në vëmendje ishte Kujtim Pisha, roja i karburantit para të cilit ndodhi vrasja. Pisha akuzohet për moskallëzim krimi, një vepër e cila rëndon mbi të për shkak të faktit se ai nuk njoftoi menjëherë policinë sapo dëgjoi të shtënat. Në sallën e gjyqit, ai dha një dëshmi të detajuar mbi momentet që paraprin zbulimin e trupit. Sipas deklarimeve të tij, ai ndodhej brenda ambienteve të karburantit, kur papritur dëgjoi zhurmën e armës. Fillimisht, Pisha tha se nuk e kishte kuptuar nëse bëhej fjalë për të shtëna apo ndonjë zhurmë tjetër të fortë, derisa dëgjoi telefonin e tij që u dridh. Ishte nëna e Mahallës, e cila jeton vetëm disa dhjetra kilometra larg karburantit. Ajo e kishte dëgjuar qartë krismën e armës dhe e alarmuar, e kishte telefonuar rojen për t'i thënë të dilte menjëherë. Sa po doli, Pisha thot se hasi një sken të rënd. Krahas tij edhe një punonjës tjetër i karburantit, si dhe menaxherja e shërbimeve të taksive të kompanisë, u afruan me nxitim drejt trupit të shtrirë në tokë. Ishin këta 3 persona që gjetën të parët Mahallën e pajet pranë makinës së tij. Menaxherja, sipas dëshmisë së Pishës, ishte e para që telefonoi policinë, ndërsa ai dhe kolegu i tij u munduan t'i jepnin ndihmën e parë, megjithse situata duke e pashpresë që në momentin e parë. Roja pranon se i vetmi person që ai vet telefonoi ishte kunati i Mahallës, për të lajmëruar mbi tragjedinë përpara se vendi të mbushej me forca policie dhe ambulanca. Ndërkohë, hetimet u zgjeruan duke çuar në arrestimin e një personi tjetër të lidhur me atentatin, Nevzat Spaho, 29 vjeç nga Prenjasi. Ai është i treti i ndaluar në këtë ngjarje dhe ndaj tij rendojnë akuza të rënda. Vrasje me paramendim në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Profilizimi i Spahos nga organet e drejtësisë zbuloi një figurë të njohur për botën e krimit. Ai rezulton me precedent të shumtë penal, duke përfshirë tentativa vrasje, shtrëngim anë të kanosjes për dhënie pasurie, armbajtje pa leje dhe vjedhje. Sipas të dhënave të gjykatës së Elbasanit, Spaho është dënuar më parë për një ngjarje të rëndë të vitit 2022, kur ai dhunoi fizikisht dhe kërcënoi me armë një qytetar, për ta detyruar t'i jepte një shumë prej 3.000 eurosh. Ngjarja të herë u konsiderua një akt shtrëngimi brutal, i tipit që tregon qartë profilin e tij kriminal dhe gatishmërinë për të përdorur dhunë. Por e kaluara e tij nuk mbaron këtu. Emri Nevzat Spahos lidhet edhe me një incident të bujshëm të vitit 2016. Kur 5 të rinj u përfshin në një konflikt të dhunshëm në stacionin e autobusit në Prenjas. Sipas dosjes së policisë, Spaho dhe një shok i tij goditen me thik 2 të rinj të tjerë pas një sherrri të nisur për motive të dobta. Pas plagosjes, ata u përpoqën të largoheshin me një mjet tip Benz, por policia arriti t'i lokalizonte dhe t'i ndalonte pak minuta më vonë. Të plagosurit përfunduan në spital me dëmtime të rënda, ndërsa Spaho atëherë u procedua për plagosje të rëndë me dashje dhe mbajtje të mjeteve të ftohta pa leje. Të gjitha këto episodet e mëparshme vendosin 29 vjeçarin në listën e personave me rrezikshmëri të lartë, duke krijuar për hetuesit një pikë të qartë se ai mund të kishte rol të drejtpërdrejtë ose ndihmues në ekzekutimin e Mondi Mahallës. Arrestimi i tij, i kombinuar me të dhënat e Audit të djegur dhe konfliktet e mundshme mes Mahallës dhe ish ortakut të tij, e bëjnë ngjarjen gjithnjë e më të komplikuar, duke formuar një tablo ku secila hallk, nga rojet tek bashkëpunëtorët, tek personat me të kaluar të errët, ka një pjesë në zinxhirin e së vërtetës që organet e drejtësisë po tentojnë të rindërtojnë. Përveç personave të ndaluar dhe të arrestuar menjëherë pas ngjarjes, hetuesit shpallën në kërkime dhe 2 individë të tjerë,
që dyshohet të kenë pasur rol në ngjarje ose lidhje me aktivitetet kriminale që rrethojnë vrasjen e Mondi Mahallës. Marcelo Arani 32 vjeç dhe Armando Cola 35 vjeç. Të dy emrat tashmë ishin të njohur për autoritetet policore dhe prokurorin, pasi historiku i tyre penal përfshinte akuza të lidhura me drogën dhe aktivitetet e organizuara kriminale. Sipas burimeve të hetimit, të dy persona dyshohen se kanë qenë pjesë e një rrjeti të gjerë që përfshinte transaksione të dyshimta financiare dhe aktivitete kriminale që shtriheshin përtej kufive të qytetit të Elbasanit. Në këtë kontekst, shpallja në kërkim e Aranit dhe Kolës nuk ishte thjesht një masë formale. Ajo ishte pjesë e një procesi hetimor të detajuar që synonte të shfrytëzonte çdo pistë dhe çdo lidhje për të zbardhur vrasjen e Mahallës. Për hetuesit, kuptimi i të gjithë këtij rrjeti financiar dhe kriminal ishte çelësi për të kuptuar jo vetëm kush qëndronte pas atentatit, por edhe për të zbuluar motivet që mund të shpjegonin një ekzekutim kaq të sofistikuar dhe të planifikuar. Ndërkohë që hetimi i përparonte, në qytet nisën të qarkullojnë histori të shumta për prapaskenat e vrasjes. Disa flisnin për borxhe të mëdha të krijuara nga aktivitetet të dyshimta, të tjerë për përplasjet me persona të fuqishëm në zonë, ndërsa një pjesë besonte se Mahalla ishte përfshirë prej kohësh në zinxhirin kriminal që në një moment të caktuar e kishin vendosur në shenjestër. Të gjitha këto mundësi e zgjatën listën e dyshimeve, duke e bërë më të vështirë për hetuesit të vendosin se cili ishte motivi i vërtet. A kishte qenë vërtet një konflikt biznesi, apo një ekzekutim i porositur nga aktor të fshehtë me interesa shumë më të mëdha se ato të karburantit dhe rrjetit të taksive. Megjithse arrestimet dhe deklarimet e para krijuan për shtypjen se rasti po përparonte, e vërteta është se së bashku me trupin e pajet të Mondi Mahallës së të natu varrosën edhe shumë përgjigje.